Rruga e cila të çon te kisha e Shënxhonit vjen të jetë amortizuar prej vitesh. Besimtarët katolik që morën pjesë tek mesha e shenjtë në rrënojat e kishës së Shënxhonit në rashkullaj të Malësisë së Madhe, thonë se lëvizja në këtë rrugë është e vështirë, ndërkohë kur ka rreshje shiu, ata detyrohen që të kalojnë një rrugë të rrëmbyeshëm për të vazhduar më pas rrugën që të çon te kisha, ndaj kërkojnë të ndërhyet sa më parë në këtë zonë. Prishën shumë po keq bolla është edhe ku një vend të shenjtë, me kanë rruga prishën s'ka kuptim. Mirë është me vundër, dhe me zbanë sa më shpejt, shumë e nevojshme. Se vinë shumë besimtarë, që dhe mësën këta martet e shnënojt. Po shumë, dhe ka kënë shumë ma keqe, ta shama mirë. Kanë përmisu i fije, po janë në atë mënyrë se afshtirë. Po mirë është me investu me bakit urë, qifet është kjo bëtë, o të hypi ujë maja kësaj. Po tjetër e shtira është e ba me kalu ujë këtu du të mos basë. Prej një aty një kjo rrugë për ne është shumë e parrejtë. Po si shumë vështirë më bërnesh. Shumë e vështirë për besë. Me kaluë ne me këtë karrocë alla nuk po. Por me kanë me fëtua me diçka me diçka. Po që nuk ra shisën se qohet ujtë shumë. Edhe kalën për mirë rrugë. Pa përse të shumë vështirë. Që atje lam larkë makinat e s'mund me hinë këtu. Pa është dhe nevojshë në nëre, pa kush me investu me godit rrugët, se duhet ura drejt me rrugën, se po su godit ura drejt me rrugën, edhe makinat e kanë vështirë me po këthesën me kaluanin. Rruga kena nevojë të kisha shnjinit, jeto vend shenjt, vend zotit, me ardhë mu lut, me makina. Mungesa një ure si dhe amortizimi i rrugës në rashkullaj të Malësisë së Madhe është një problem që nuk po gjen zgjidhje prej vitesh, ndërkohë shqetësim për besimtarët janë edhe mbeturinat të cilat hidhen në këtë zonë.